Do habiteni me atë çfarë do t'ju ndodh nëse mbani një hudhër në gojë për 15 minuta. E dini se, nëse konsumoni një thelbi hudhër në ditë, mund të bëjë mrekullin për trupin tuaj. Hudhra përbëhet nga substanca azotike, sodium, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitaminën C, D dhe B, dhe vajra të domosdoshëm. Ajo mban më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe antioksidantët, të cilët gëzojnë një sërvetish pozitive terapeutike. Hudhra është një antibiotik natyral që shkatron një numër të madh të bakterieve. Për këtë arsye përdoret shumë edhe në mjekësinë popullore për lehtësimin e disa komplikacioneve. Por a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit e përdorin atë edhe si karamele? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky leksion i mençur na vjen nga mjekësia lashtë kineze, e cila bëhet edhe duke mbajtur hudhrën në gojë për 15 minuta, por pa e përtypur. Kjo praktikë rekomandohet të përdoret zakonisht në mëngjes. Në këtë mënyrë, ushqyesit e shëndetshëm që gjenden te hudhra hynë në organizëm përmes pështymës tuaj dhe pastrojnë enët e gjakut. Ky përbërës është veçanërisht me përfitime shëndetësore pasi kontrollon oreksin, ka veprime parandaluese kundër bronkitit, ndihmon të mbrojeni nga infeksionet e laringut, infeksionet orale e të tjera. Provojeni dhe do të na jepni të drejtë. Nëse shqetësoheni për erën e keqe, ju mund ta neutralizoni atë duke përtypur një kokër kafeje, duke bërë një kokër moll ose duke kombinuar majdanozin me moll. Kështu do të mbani larg edhe erën e hudhrës që do të lërë në gojën tuaj. Hudhra është një bimë jashtëzakonisht e mirë me fuqi të larta antibakteriale. Ajo parandalon gjithashtu të ftohtin, arteriosklerozën, sëmundjet e veshkave dhe forcon edhe kapilarët e gjakut. Në mjekësinë kineze hudhra përdoret edhe në shërimin total të trupit. Në mëngjes mund të fusni në gojë një thelbi hudhër dhe ta mbani të paktën edhe për 30 minuta. Kështu do të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër një sër komplikacionesh. Përdorimi i hudhrës mund të ulë ndjeshëm presionin e gjakut, të përmirësojë frymëmarrjen, të pengojë edhe problemet respiratore dhe mbi të gjitha, të përmirësojë imunitetin tuaj në tërësi. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të anemisë, lehtëson bronkitin e vazhdueshëm, sjell përfitime të mëdha edhe për shëndetin e veshkave dhe të fshikës urinare, duke mbajtur larg edhe komplikacionet për shkak të anatomisë suaj. I bën mirë shëndetit të lëkurës dhe poret i bën edhe më të shëndetshme. Hudhra është një zgjidhje produktive e cila mund të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj. Hudhra është një përbërës i thjeshtë me përfitime të pabesueshme shëndetësore. Ajo përdoret gjërësisht në mjekësinë tradicionale për trajtimin e shumë komplikacioneve. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, e cila do të stimulojë sistemin tuaj imunitar dhe do të normalizojë florën e barkut. Por a e dini se ngrënia e hudhrës me stomakun bosh është me të vërtet efektive në parandalimin dhe trajtimin e një sër komplikacionesh. Shkenca ka zbuluar se konsumi i hudhrës me stomakun bosh e bën atë një antibiotik të fuqishëm natyror. Kjo sepse ajo përbëhet nga azoti, natriumi, kaliumi, seleni, kalciumi, magnezi, silici, sulfuri dhe acidi fosforik, vitamina C, vitamina D, vitamina B, fitosterolet, ekstraktet dhe vajrat e ndryshëm esencial që ajo përmban. Hudhra gjithashtu është të përdorur kundër infeksioneve kërpullore, gjë që bën hudhrën një ilaç shumë të dobishëm edhe si një antibiotik modern. Ja disa përfitime kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i rregullt i hudhrës në menun ditore. Sipas health site, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi në mënyrë të rregullt i hudhrave. Parandalon pllakjen, zvogëlon nivelet e kolesterolit të keq në gjak, shkatron një numër të madh të bakterieve të ndryshme dhe ndihmon edhe në rritjen e vlerave të imunitetit. Ndihmon në mbrojtjen kundër komplikacioneve të shëndetit tuaj të zemrës. Nëse nuk e keni ditur më parë, ngrënia një thelbi hudhër në mëngjes mund të sjellë shumë përfitime për trupin tuaj. Prandaj sapo çojeni në mëngjes mund të shtoni një thelbi hudhër në menun tuaj ushqyese, pasi kështu do të keni një sër përfitimesh për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. A i dini se ngrënia një thelbi hudhër bën çuditëra për trupin dhe shëndetin tuaj?
Hudhra është një përbërës i thjesht me përfitime të pabesueshme shëndetësore për shëndetin. Hudhra stimulon sistemin imunitar dhe normalizon florën e barkut. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror. Mund të përdoret edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Hudhra vret një numër të madh të bakterieve të ndryshme të organizmit. Hudhra përdoret gjërësisht në popull dhe në mjekësinë tradicionale për trajtimin e problemeve dhe komplikacioneve. Hudhra gjithashtu, sipas të dhënave të njohura, hudhra është pjesë e rëndësishme e një diete të shëndetshme ushqyese. A i dini se ngrënia e hudhrës në një stomak bosh është me të vërtet efektive në parandalimin dhe trajtimin e shumë komplikacioneve. Ajo do të rrisë edhe fuqinë e organizmit duke u bërë një antibiotik jashtëzakonisht i mirë që mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Hudhrën mund ta përdorin gjithashtu edhe në vend të antibiotikëve. Hudhra përbëhet nga azoti, natriumi, kaliumi, seleni, kalciumi, magnezi, silici, sulfuri, gjithashtu edhe acidi fosforik, vitamina D, vitamina B, fitosterolet, ekstraktet dhe vajrat esenciale. Përveç kësaj, hudhra është e pasur me element të tillë siç është alicina, e cila është një element i cili formohet nga shkatrimi mekanik i bimës dhe në fakt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë duke u shtypur ose duke u bluar një thelpi hudhër. Sipas disa studimeve, alicina ka efekte të forta bakterostatike që ndihmojnë në trajtimin e shpejtë kundër infeksioneve. Hudhra gjithashtu mund të përdoret kundër infeksioneve kërpullore, gjë që e bën atë një ilaç të dobishëm edhe kundër problemeve të cilat mund të rëndojnë shëndetin tuaj në tërësi. Hudhra është një zgjidhje produktive e cila mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj, si një lehtësues i këtyre komplikacioneve të njëpasnjëshme, mund t'japë rezultate të mira në mbrojtjen e vlerave të trupit. Hudhra përmban gjithashtu edhe minerale të ndryshme të cilat, duke përfshirë edhe antioksidantët, ka një numër të lartë të pronave pozitive për elementë terapeutik të shëndetit. Shirja e hudrave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve sipas Healthy Line. Hudhra do të parandalojë plakjen e parakohshme dhe do të përqendrohet edhe kryesisht në përmirësimin e arterieve tuaja periferike. Hudhra është një zgjidhje fantastike për ata persona të cilët vuajnë edhe nga problemet e niveleve të larta të kolesterolit të keq në trup. Hudhra është shumë e rëndësishme edhe nëse doni të forconi imunitetin tuaj duke rritur aftësinë e trupit dhe duke mbrojtur atë edhe nga ndikimet të dëmshme natyrore. Hudhra mund të shkatërrojë një numër të lartë të bakterieve të ndryshme të këqija të cilat mund ta rëndojnë organizmin tuaj. Përfshirja e hudhrës në këtë mënyrë në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv në reduktimin e problemeve të trigliceridëve në mëlçi dhe gjithashtu në përmirësimin e organizmit tuaj në rritjen e vlerave të tij. Hudhra do të zvogëlojë presionin e lartë të gjakut për shkak të vetive të tyre antiinflamatore. Hudhra është një antibiotik shumë i fuqishëm, e cila do të japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit, citon studimi. Hudhra është e rekomanduar gjithashtu edhe kundër çrregullimeve të sistemit tuaj imunitar dhe atij nervor. Hudhra do të ndihmojë në shkatrimin e qelizave të këqija në organizëm dhe gjithashtu në rritjen e vlerave pozitive të trupit. Hudhra do të ndihmojë edhe kundër komplikacioneve antikoaguluese, të cilët hollojnë gjakun dhe parandalojnë formimin e mpiksjeve të gjakut. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj si një zgjidhje produktive dihet se është një zgjedhje e mirë për të mbajtur larg këto komplikacione. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga elementet më të mirë ushqyes, e cila në bashkëpunim edhe me vlerat e saj të larta do të bëjë ndryshimin parësor në rritjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen e larg të komplikacioneve. Nëse vuani nga tensioni i ulët dhe merrni medikamente të caktuara, mos e konsumoni hudhrën, por konsultohuni me mjekun përpara se ta shtoni në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.